Ndërkohë, Olc, J.D. Vance, zëvendës presidenti amerikan, të paktën sipas Israel Hayomit që lexova, ka marrë mbi supe dhe mbi shpatulla përfundimin, arritjen e një përfundimi të kësaj lufte, dhe këtë foto të Israel Hayomi e mora. Si e vlerëson, se ka patur gjatë këtyre ditëve, ka patur mjaft lajme në raport me atë që J.D. Vance po komenton në raport me atë luftë? J.D. Vance është një person që unë e di nga burime izraelite, ai e urren Izraelin, por ai nuk ka çati bëj Trumpit që futët e kanë marrë peng. Vance nuk donte kurrë luftë me Iranin dhe është në rekord që deklaronte gjithmonë që ne nuk do bëjmë luftë me Iranin, por Trumpin e futën zionistët edhe ai nuk ka çat bëj. Dhe kjo futja e Vanceit për të arritur në një armëpushim me iranianët është me sa duket hapi dëshpëruar nga pala e amerikanëve. Megjithatë, çfarë shohim neve deri në këtë momente është që iranianët po refuzojnë ofertat amerikane, ka që amerikanët atyre nuk japin asnjë garanci që nuk do ketë më luftë, nuk japin asnjë garanci që do ndalojnë Izraelin nga gjenocidi që Izraeli bën në Gaza dhe në Liban, nuk japin asnjë garanci që Irani do të hiqin sanksionet. Megjithëse me ato 5 pikat që i kishin dhënë amerikanët, apo më fal 15 pikat, ndër të tjera aty thuaj që Irani do të hiqeshin sanksionet, por iranianët nuk u besojnë amerikanëve, nga që kjo është hera e dytë që amerikanët i ofrojnë iranianëve për marrëveshje dhe amerikanët i presin bes. Hera e parë kur i pren në bes ishte qershori i vitit 2025, kur ndërsa iranianët po bënin bisedime, izraelitët dhe amerikanët i goditën pabesisht. Hera e dytë është shkurti i këtij viti 2026, kur prapë iranianët ishin duke bërë bisedime dhe prapë Izraeli i preun bes. Pra, iranianët nuk do pranojnë asnjë gjë nga amerikanët vetëse kapitullim total. Iranianët duan që amerikanët të heqin bazat e tyre nga Gjiri Persik, dhe një lajm me shumë rëndësi për publikun që na shohin, është një lajm që është botuar dje në Jeruzalem Post, por sot më duket nuk është më lajmi, nga që kanë ardhur lajme të tjera. Dhe ky lajm thoshte që Izraeli i kishte ofruar amerikanëve që të heqin të gjitha bazat e tyre nga vendet arabe dhe t'i vendosin këto baza në Izrael. Nëse izraelitët e kanë me të vërtet këtë lajm, ky është një lajm që bën bum, në cilin aspekt, në aspektin se që prej luftës dytë botërore, kur britanikët dhe amerikanët kanë patur bazat e tyre në botën arabe, nëse amerikanët do heqin bazat e tyre nga bota arabe, që do të nënkuptojnë një kapitullim total për amerikanët. Ngjelet për të parë nëse Trumpi është aq i dëshpëruar sa që të pranojë një lëvizje të tillë aq poshtëruese, sepse domethënë që amerikanët heqin bazat e tyre nga vendet arabe dhe t'i përgjigjen, se kjo është kërkesa kryesore e iranianëve. Domethënë iranianët përveç se duan garanci që nuk do goditen më, dhe këtë garanci amerikanët mund t'ua japin dhe amerikanët e kanë për zakon që nuk i mbajnë fjalën, por nëse ata përmbushin këtë pikë që Irani ka të panegociueshme që i do amerikanët jashtë Gjirit Persik, ky do të jetë një kapitullim total nga ana e amerikanëve, megjithatë ngjelet për të parë se çfarë do bëhet. Sjellja e avionëve B-52, sjellja e gjithë këtyre trupave tregon që amerikanët ndoshta po përgatiten për një luftë të gjatë, se nëse futen trupat dhe pushtojnë ndonjë nga ishujt iranian, atëherë ne do kemi një luftë të gjatë dhe të përgjakshme. Duhet kujtojmë që ushtria iraniane ka 1 milion trupa. Dhe domethënë ushtria iraniane mezi po pret që të ndodhi një ndërhyrje me këmbësori nga ana amerikanëve në ndonjë territor iranian, që ata do përgjigjen. Dhe duhet përmendej diçka tjetër,
që është me shumë rëndësi, Garda Revolucionare Iraniane kërcënoi vendet arabe të Gjirit që në rast se ndonjë nga territoret e tyre përdoret për të sulmuar me këmbësori Iranin, për të pushtuar ndonjë territor iranian, iranianët do të pushtojnë këto vende. Dhe kërcënimi më i fortë në këtë rast ishte për Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë pak a shumë pararoja e Izraelit në Gjirin Persik.